Ikim në punë shpejt se jemi vonuar, siç mund të shikoni, po kam kohë që të bëj edhe video, se di që do kem edhe nga ato komente, i e vonuar për punë, po video nuk i lë, po se videot janë puna ime e dytë që thoni ju njerëz dashur të bukur. Edhe pasi mbarova nga puna, erdha të ha mëngjesin në shtëpi, se nuk harrita që ta ha në mëngjes para se të ikja në punë, edhe ndaja kur u ktheva, pastaj ha brunch mëngjes dhe drek bashkë nejse tani, kur kemi kohë, pastaj ja piva edhe një kafe, edhe thash të bëja një kulaçë, se kisha mbetur pra pa bukë, po kjo është e vërteta, sa herë që unë mbetem pa bukë, do bëj kulaçë ose petulla, çfarë të bëj tani? Përtoj aq shumë sa të çohem edhe të vete prapë në supermarket të dal nga shtëpia pasi kam veshur pijamet, që e kam më të lehtë të rri të gatuaj në shtëpi se sa të vishem edhe të dalte vete në supermarket. Kulaçi doli perfekt siç mund të shikoni, mos e pyesni. Doli shumë i mirë, edhe me se shoqërova unë tani, me reçel hengrëm sot, kisha reçel fiku, të cilin e ka marrë nga Shqipëria, me ka dhënë mami, por mund ta hani me çfarë të doni tani, me gjalpë, me djathë, nga të gjitha. Kulaç të jetë, pa me se të jetë.